Shkruan Muslim Urrizi. Partia Demokratike duhet ta mbështesë forte dhe publikisht protestën, duke propozuar në parlament si nisma ligjore të gjitha kërkesat legjitime të protestuesve, nga referendumi, ndryshimi i kodit zgjedhor bastard deri tek abrogimi i të gjitha ligjeve hajdute për investitorët strategjik, zonat e mbrojtura, Shqipëria 1 euro dhe deri te paketa e maleve që u shërben vetëm hallave. Partia Demokratike nuk duhet të ngel peng i një grusht i bythec deputet është servil të pështirë që prej vitesh bëjnë pazar me Ramon për një karrige të qelbur në parlament. Partia Demokratike duhet kërkojë ndjesë publike sa më shpejt për pazarin e të prillit 2008 që vrau sovranitetin e votës së shqiptarëve dhe ngriti në sistem autokracinë, duke zëvendësuar demokracinë me kryetarokracinë. Partia Demokratike duhet kërkojë ndjesë publike sa nuk është vonë për pazarin e qelbur të korrikut 2024, kur bashkoi votat me Ramon për të mbyllur përsëri listat për deputet për hatër të disa gazdrave, OERD-ve, kompani dhe një grushti vëmjesh që kanë frikë votën e qytetarëve. Partia Demokratike duhet ta mbështesë protestën forte dhe në kërkesën më politike të kësaj proteste, për t'u ofruar mundësinë shqiptarëve që të shkulin nga rrënjët këtë sistem politik kalpsire të kapur në çdo hall, edhe nëse ka kosto për veten e saj. Shqipëria është shumë e madhe se PD dhe çdo parti tjetër politike që nëpërmjet lojrave dhe pazareve të ndyra mes palëve mbajnë peng Shqipërinë prej 5 palë zgjedhjesh, duke zëvendësuar të zgjedhurit e qytetarëve me disa servil të qelbur të kryetarëve të partive. Kjo protestë duhet lexuar jo vetëm si revolt qytetare ndaj arrogancës dhe babëzisë së pushtetit absolut të Ramës në 13 vite dhe zgjimi i nervit qytetar ndaj vjedhjeve galopante, por edhe si mlef e mosbesim ndaj çdo pazari që opozita në këto 13 vite ka bërë me pushtetin për interesat të një grushti njerëzish pa moral, pa dinjitet, pa karaktere, pa këllqe, për të përballur me qytetarët e që kanë frikë nga vota e qytetarëve. Kjo protestë teorikisht dhe formalisht është kundër qeverisë dhe pushtetit 13 vjeçar të Ramës, por faktikisht është një protestë që për një muaj rresht ka zëvendësuar opozitën. Pra Partinë Demokratike, nëse mendojmë dhe besojmë që në ballë të kundërshtimit të qeverisë duhet jetë opozita. Partia Demokratike duhet të ndryshojë jo vetëm qasjen ndaj qytetarëve, por urgjentisht edhe surratin me cilin prezantohet te qytetarët, se ndryshe për çdo ditë që kalon sfumohet, zvoglohet dhe shtohet mosbesimi dhe dyshimi se opozita është palë me pushtetin. Nuk ka më fatkeqësi për çdo opozitë kur urrëtia e qytetarëve gati është e barabartë si për pushtetin. Kjo është vrasje e shpresës dhe mungesë e theksuar besimi. Partia Demokratike ka zgjedhjet për kupolën e saj drejtuese dhe nëse përpiqet të ruajë ekuilibrat bosh duke ruajtur të njëjtën fytyrë në këtë kupolë politike ose përpiqet të zëvendësojë disa vëmje pa peshë me disa debil funksional politik për të kënaqur interesat apo orekset e grupeve të vogla të shoqërisë së vjetër me idenë se po ndryshon, do të bëjë një vetvrasje tjetër politike shumë më të rëndë se djegja e mandateve, falja e bashkive apo 8 janari 2022 ku pro-amerikanët e lulit dhe gazit me kompani blinduan dyert dhe rrahën me shkopinje helmuan me gaz demokratët që do hanin barë sipas fundorrinës Yurikim, pronarja e dy anjeve Rangal nga Bangladeshi që u kanë vjedhur shqiptarëve me 100 milion euro. Partia Demokratike nuk duhet jetë stre për butakët që lëpihen me turne ndaj kujdo kryetarit, dje Bashës e sot Berishës vetëm për një karrige të qelbur. Partia Demokratike duhet bëjë opozitë reale ndaj çdo afere korruptive dhe ndaj kujdo oligarku e jo selektive sipas ngrohjes së xhepave të atyre që mendojnë se përfaqësojnë opozitën, se ndryshe kjo protesta apo çdo protestë tjetër më fort se sa pushtetin do kafshojë opozitën. Kushdo që mendon se është opozitar dhe nuk ka frikë nga qytetarët dhe vota e tyre duhet jetë në protestë dhe pro të gjitha kërkesave të kësaj proteste. Unë e di mirë si çdo shqiptar që çdo zgjidhje vjen nga zgjedhjet dhe zgjedhjet duhet të jenë pronë vetëm e qytetarëve me votën e tyre. Çdo pazar tjetër i pista apo akrobaci politike për të prishur këtë rregull bazë të demokracisë do të marrë një përgjigje drastike në zgjedhjet e radhës, kurdo që ato të jenë, saqë do të habiten të gjithë baballarët dhe mamallarët e pseudoreformave të ndyra të këtyre 20 viteve bashkëjetesë mes palaçove që u ka shitur shqiptarëve si bashkëpunim për Shqipërinë. E di që do mërziten jo pak lëpirës dhe kërminj politik, por as ma ndjen fare se fatkeqësisht koha më ka dhënë të drejtë në çdo qëndrim timi në këto 10 vite, edhe pse në momentin kur kam mbajtur qëndrim jam parë gjykuar si armik. Të shprehësh atë që ndjen dhe të thuash një realitet që mendon se është i vërtetur ushqimi më i mirë për të rritur e shumuar armiq ndaj vetes, por un kam paguar dhe do të paguaj me qejf koston e lirisë time. Në komunizëm kush fliste fshehurazi dënohej hapur, në këtë mender demokraci kush flet hapur dënohet fshehurazi. Qend pothuajse janë të njëjtë, por kanë ndryshuar stilin e kafshimit.